Në krahasim me sezonin e mëparshëm veror, këtë verë situata e kafshëve endacake në qytet ka një përmirësim të ndjeshëm. Liliana Breshani, administratore e qendrës së 4 putroshve Protect Me, thotë se efekte pozitive në këtë drejtim ka sjell puna e konsiderueshme që bëhet çdo ditë nga animalistët e qytetit, ku nuk mungojnë as të huajt e angazhuar. Breshani konfirmon se trajtimi i këtyre kafshëve në terren fillon prej dhënies së ushqimit. Liliana Breshani tregon se situata është përmirësuar edhe fal fushatës së sterilizimit të mbi 250 kafshëve endacake një vit më parë. Është shumë e vërtet, po të shihni në Vlorë, situata e kafshëve endacake është më në kontroll. Kjo është fal punës së madhe që bëjnë të gjithë kafshëdashësit e qytetit të Vlorës, që nuk janë të pakët në numër, dhe të prezencës së rezidentëve të huaj që tashmë janë në Vlorë, italian, amerikan, nga Australia, kanë ardhur nga Amerika Latine, dhe jemi bërë një grup shumë i mirë dhe me animalistë të tjerë të qytetit që të kemi këtë situatë në kontroll. Çfarë bëjmë ne? Ne dalim me grupe të caktuara, ushqim kafshët në terren, që ata të jenë miqësor, të mos jenë të uritur dhe të kenë ata një rutinë për të mos shkuar mbas njerëzve për të kërkuar për të ngrënë apo për të bërë të bezdisur. Ndërkohë, fal edhe politikës që Bashkia e Vlorës ka ndjekur për të patur nën kontroll vitin e kaluar numrin e kafshëve të rrugës dhe mos shtimin e tyre në mënyrë të natyrshme. Bashkia e Vlorës vjet aplikoi një projekt ku sterilizuan 250 qenë në situatë rruge, vetëm qenë rruge. Duke vendosur theksin te sterilizimi, Liliana Breshani thotë se pikërisht nga ky proces fillon edhe zgjidhja e problemit të kafshëve endacake në qytetin e Vlorës. Sipas Breshanit, procesi i sterilizimit duhet të jetë i përvitshëm. Sipas saj, një rol të madh në këtë drejtim luan edhe ndërgjegjësimi i popullsisë për të sterilizuar kafshët. Përse unë i mëshoj gjithmonë pjesës së sterilizimit, jo vetëm në një vend si Shqipëria, ku situata e kafshëve të rrugës është ende e pazgjidhur, por edhe në vende të tjera si ne, vende të tjera të Ballkanit apo dhe në vende të tjera kudo në botë, dhe në çdo lloj konference ku unë kam shkuar dhe kam mësuar, atje i mëshojnë fort pjesës së sterilizimit. Është e vetmja metodë që ne mund të kemi nën kontroll shtimin e kafshëve në situatë rruge. Nuk ka rëndësi, ke zgjidhur problemin me stre, apo i ke kafshët ende në rrugë, vetëm sterilizimi vit për vit i përvitshëm, pra dhe ndërgjegjësimi qytetarëve për të sjellë kafshët për t'i sterilizuar, do të sjelli gjithmonë mos shtimin e tyre në rrugë dhe do të ta qetësoj në 50% dhe më shumë dhe situatën e agravuar të kafshëve në rrugë. E kam thënë dhe më përpara që në qoftë se një çift kafshësh ngelen të pasterilizuar për 6 vjet, ata do të sjellin në rrugë 63 deri në 67.000 kafshë të tjera në rrugë për 6 vjet. Pra është një progresion gjeometrik i frikshëm. Në fund të fjalës së saj, administratorja e qendrës së kafshëve Protect Me, Liliana Breshani, ka një thirrje për qytetarët, duke i ftuar këta të fundit të jenë kontributor që këtë problematik të qytetit ta zgjidhin të gjithë së bashku. Dhe i bëj thirrje qytetarëve të ndërgjegjësohen, të mos shprehin impulset e tyre të çasit, qenë që kemi në rrugë, janë agresiv, jo po bashkia, jo po organizatat, jo po njerëzit, pse si vrisni, pse nuk i zhdukni, me thënë duke dhënë, unë e kuptoj edhe reagimin e tyre, sepse jo të gjithë mund të kenë edhe historira të dhimbshme dhe mua vjen keq që kafshohen, por të gjithë duhet të jemi të ndërgjegjësuar për ta pranuar që këtë problematik dhe për t'i dhënë një zgjidhje humane të gjithë së bashku.